Unë e respektoj që kush është ka i shtynë atë procesin legal atje? Zoti Goshi. Cila mendje shnosh politike mendon? O zoti Goshi. Po cila mendje politike shnosh për shtynë atë procesin drejtësit atje? Na i drequ hinja aty, a qka u bo? Ska hibe, po ti po do këtë zi. Vesh që i ka fitu ka të të. Jo, ke pjesë e krytum. Jo, po unë se kryta. Ka ankesa ndryshme në kohë të subjektit politik. Është edhe një deputet i PDK-s që janë ku, po ja ka rëzu Gjykata Supreme. Sot, për atë punë. Ideja themelore është që vetëvendosja, tash unë kërkoj fale, po du të mi përmenë se që ata e në aktorët politik. Po në qofë se dikush qofë në këtë studio, apo në cili do në studio, qoftë në partit politike opozitare, apo në vetëvendosje, mendon të azojmë që Lutfi Haziri, kush do qoftë ta përmenë që, hajde, Besnik Tahiri në AK, Memlin, Abelardja, kush do qoftë tjetër në PDK, po takohen, po bisedojnë që shmja bo punës koalicioneve. E këta ko kanë kretë dy qysh ko kanë sterilizu, edhe pësi kanë morë 42%. Sa të trijat bashka të tjera, edhe këta ko kanë vullnetarisht mos me bo qeverin, se dy qysh ko kanë tre me potutën, ato janë vetëm ondra dhe dëshira të dodove, që unë s'pidi pse i kanë, po mund t'i kenë, sa ato janë iluzione. Por në qose si parti politike, ki fitu dominancën, është afërmeq që ki me punu, kur ta shet ti të arsyshme të punosh. Këto... Me rëndësi është mos mi shkel afatet ligjore, në këtë aspekt legaliteti, i cili halo su konzumu. Presi mërkurën,